Ura midis Puljasë dhe Shqipërisë është një boshtë kriminal që gjerpëron për te Adriatikut. Nga Bari në Tiranë ajo nuk është më vetëm një rrugë për trafikun e drogës, por një raport I konsoliduar. I ushqyer nga fitimet e klaneve italiane dhe shqiptare që operojnë në jug të Italisë dhe në ekonominë e fryrë të vendit ballkanik. Sot ajo pjesë deti konsiderohet shtylla kurrizore e një prej sistemeve më të sofistikuara të pastrimit parave dhe narkotrafikut në Europë. Operacioni antimafia I zhvilluar në orët e para të mëngjesit të dieshëm I koordinuar nga Drejtoria e Antimafias në Bari dhe Spaku në Tiranë në umbrellën e Eurojust shënoi një pikë these. Nuk bëhej fjalë vetëm për zbardhjen e një krimi të rënd, por për ngritjen e perdes mbi një fenomen sistemik të rrënjosur prej vitesh, ku parat e pista të klaneve rrjedhin nga Pulja drejt ekonomisë shqiptare duke deformuar thellësisht transparencën e saj. Edhe një herë në veprim ishte drejtësia antimafia italiane në bashkëpunim me prokurorinë speciale shqiptare e krijuar në vitin 2019 dhe dedikuar ekskluzivisht luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Qëllimi ishte bashkimi në një hetim të vetëm I sinjalizimeve të mbledhura nga Eurojust, Agjencia Europiane për Bashkëpunimin Gjyqësor Penal me seli në Holland. Pika e nisjes ishte gjaku I derdhur në zonat rurale të veriut të Barit. 14 masat e sigurisë të lëshuar atje mbyllin rreth fundit tragjik të Francesco Di Viestit, parukierit 26 vjeçar nga Barleta I zhdukur natën e 25 prillit të vitit të kaluar. Di Viesti, një I ri që punonte në sallonin e teatrit dhe që nëna e përshkruante si djalë normal dhe të kujdesshëm, përfundoi viktime një ekzekutimi mafioz të pamëshirshëm. I tërhequr në një kurth pas një sherri në lagjen Setefrati të Barletës, I riu u ekzekutua me disa plumba. Trupi I tij më pas u transportua në një godinë të braktisur dhe u vu zjarri për të zhdukur çdo gjurmë në një rikthim makabër të teknikës mafioze të njohur si Lupara Bianca. Gjendja e trupit gjysmë të djegur kërkoi muaj të tëra analizash ADN dhe ekspertizash balistike për të arritur në një të vërtetë hetimore që sot shen në hetim 5 persona të botës kriminale lokale, mes tyre Nicola dhe Saviero Di Benedetto, Antonio Lanotte, Francesco Sasi dhe shqiptari Nigli Kamberi. Siç theksoi prokurori I Barit Roberto Rossi, vrasja e Di Viestit nuk ishte një episod I izoluar, por rezultati një konflikti të lindur brenda dinamikave të mafiave të rrënjosura në Pulja. Për herë të parë, autoritetet italiane kontestojnë zyrtarisht metodën mafioze ndaj një organizate shqiptare që operonte drejt për drejt në territorin italian. Kjo vrasje përfaqëson rripin e transmetimit mes dhunës territoriale për kontrollin e trafikut të drogës dhe mekanizmave financiar të sofistikuar që shërbejnë për pastrimin e parave të pista. Panorama që del nga hetime të shumë I gjerë dhe ishte skicuar fillimisht nga operacioni Ura në maj të vitit 2025. Ai hetim me 52 arrestime dhe sekuestrime miliona euroshe tregoi se si krimi organizuar kishte industrializuar pastrimin e parave. Në qendër të sistemit ishin të ashtu quajturit cash mules, shofer autobusësh ndërkombëtar që lidhin Barin me Tiranën. Duke shfrytzuar rutinën e përditshme të udhëtimeve, ata transportonin çanta shpine të mbushura me para kesh duke fshehur qindra mijëra euro në çdo udhëtim. Autoritetet dokumentuan transaksione ilegale me vlerë mbi 4.5 milionë euro para që kalonin fizikisht Adriatikun për të shpëtuar kontrolleve bankare. Pasi mbërrinin në Tiranë, këto para investoheshin në sektorët kryesorë të ekonomisë shqiptare. Hetimet dokumentuar në riinvestime sistematike në tregun imobiliar dhe turizmin luksoz, duke I shndërruar fitimet e narkotrafikut në kulla dhe restorante elitare, mes kompanive të sekuestruara Spicat Majestic Construction, ndërsa infiltrimi preku edhe median me sekuestrimin e operatorëve si Vlora Cable. Ky fluks kapitalesh ka krijuar atë që Eurojust dhe SPAC e quajnë një ekonomi të fryrë, një sistem ku rritja e dukshme nuk lidhet me dinamika reale të tregut, por me nevojën e klaneve për të pastruar fitimet e drogës. Alarmet e ngritura nga autoritetet gjyqësore, nga Roberto Rossi te Claudian Brau, janë të qarta. Mafia shqiptare përshkruhet si një forcë ndërkombëtare enorme, një tumor I aftë ndikoi zhvillimin e sektorëve të tërë ekonomik. Operacioni I dishëm konfirmon se lidhja mes Puljasë dhe Shqipërisë është simbiotike. Egërsia e ekzekutimeve shërben për të garantuar stabilitetin e një perandorie ekonomike që shtrihet përtej kufive. Zbardhja e vrasjes së Di Viestit konsiderohet vetëm një pjesë e një strategjie më të gjerë për të goditur transformimin e krimit transnacional, brutal në gjakderdhje dhe I rafinuar në bilancet financiare. Bashkëpunimi mes DDA-së së Barit dhe SPAC-ut në Tiranë tregon se vetëm një front I bashkuar mund të përballet me këto holdingje të krimit, të cilat ndotin tregun ligjor të dyja vendeve me kapital të ardhur nga narkotrafiku.